Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Ja kur i shihemi këtë të premte për ta nisur me një maraton, për ta nisur me një Super Prime. Me një Super Prime i cili do të sqaroj shumë gjëra të cilat kanë ndodhur brenda këtyre ditëve. Por fillimisht mirëmbrëma dhe mirësari edhe një herë dy opinionistëve tona, Leonora Jakupi dhe Olta Gicari. Mirëmbrëma. Do të dasim me juve pakës më vonë. Mirëmbrëma njerë gjithë juve që po na ndiqni në këto momente. Kanë qenë 4 ditët e para më të zjarta në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. I kemi parë të gjitha, emocione, momente gazmore, flirtime, përlotje, historie, gjithçka çka nuk pritej që banorët t'i bënin në kaq pak ditë qëndrimi brenda shtëpisë. Ky sezon ka nisur shpejt dhe vrullshëm e kështu do të jetë edhe ky Prime i mbushur me ngjarje. Me sa duket dini, nysat këtë sezon e kanë çik me nxitim këtë punën e të depërtuarit në përzemrat dhe vëmendjen e shqiptarëve ku do ndodhen, edhe e kanë bërë që në ditët e para. Sa herë që fillojmë çdo big, që nga nishi deri me tani, starti vetëm po përshpejtohet, po kaq shpejt nuk e prisni. Edhe këto do ta diskutojmë ata pak më. Patjetër. I pyesim ne edhe një herë opinionistët se si kanë qenë, si i keni parë banorët këto 4 ditë e para. Po, Leonora. Ka qenë një javë kogja e zjartë, një javë e frutshme, po them kështu. Banorët kanë fillu vrullshëm në lojrat e tyre dhe mendoj që do të jetë zjarr ky Big Brother. Olta? Kam vënë re që kemi të bëjmë me natyra shumë dominuese, me karaktere shumë dominus në lojë dhe nuk janë vetëm 2-3 element, por janë shumë, kështu që loja do të bëhet gjithmonë më shumë energjike. Ka ndodhur shumë shpejt gjëra shumë të forta dhe shumë të shpejta. Disa momente që kanë ndodhur dhe disa ngjarje brenda shtëpisë pritën që ndodhin diku nga dita 30, 40, 50, ka mesi, po këtu E po me sa duket banorët tanë nuk kanë kohë. Po çka do